Sulmuesi kombëtarit shqiptar Armando Broja foli pas barazimit pa gola që Shqipëria regjistroi në Erë Albania ndaj Serbisë. Në prononcimin e dhënë pas ndeshjes për Supersport, Broja ndër të tjera deklaroi: Serbia është ekip i vështirë, shumë fizik, kishim disa raste për të shënuar, kishim dhe një moment shumë të madh nga penalltia. Në pjesën e dytë u futëm disi të mërzitur, por luajtëm më mirë. Nuk kanë bërë shumë aksione ata, patën raste vetëm nga krosat. Luajtëm më mirë se ata, me këtë paraqitje duhet të merrnim 3 pikë. Na mungoi vetëm goli, kemi bërë gjithçka mirë, kemi pasur shumë raste, kemi goditur portën. Na mungoi vetëm goli sot, kemi pasur shumë raste shënimi. Kemi një grup super, të gjithë çunat janë të mirë dhe lojtarë të mirë, jemi bashkuar shumë më shumë si ekip. Unë jam sulmues, trajneri ndërton ekipin dhe më tha se kishte më shumë hapësira në krahun e djathtë. Unë dua të jem një lider i skuadrës që të jap maksimumin gjithmonë. Unë di të luaj të treja pozicionet. Kam qejf të bëj diferencën me topin. Isha pak i mërzitur me veten dhe dua të krijoja më shumë raste. Manaj është super lojtar, kjo gjë ndodh çdo lojtari, ka ndodhur edhe Ronaldos edhe Mesit. E gjuajtu që shumë mirë penalltin, por e priti portieri, i tha Manaj të mos mërzitej. Me shanset që kishim, duhet të bënim gol dhe të fitonim ndeshjen, u shpreh Broja.